Qëllimi i krejt këtij angazhimi që po bëjmë është për deblokuar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Integrimi në BE është parakusht për çdo proces zhvillimor të vendit. Nuk ka standard të mirë jetësor për njerëzit pa Bashkimin Evropian. Nuk ka luftë mirëfillt kundër korrupsionit pa Bashkimin Evropian. Nuk ka universitete cilësore pa Bashkimin Evropian. Nuk ka ndalje të migracionit pa Bashkimin Evropian. Prandaj jemi këtu për t'i ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për të kaluar këtë kontest i cili është bërë arsye për bllokimin e zhvillimit të vendit dhe të ardhmës evropiane të këtij vendi. Është shumë e rëndësishme që dy qeveri të reja, të sapo formuara, po fillojnë me një kapitull të ri të bashkëpunimit bilateral, duke imponuar një dinamik të re, e cila duhet të vjen deri te parafrimi, përforcimi dhe thellimi i marrëdhënieve dypalëshe ndërmjet dy vendeve tona, por edhe te kalimi i dallimeve që është bërë pengesë për fillimin e bisedimeve për Bashkimin Evropian. Sinjalet e para janë pozitive. Kjo nuk do të thotë se prej tani mund të paragjykojmë epilogun, mirë po e di që po hymë me një qasje të sinqert, me një përkushtim të madh për të siguruar njerëzve, trive, gjeneratave që vijnë, një të ardhme europiane për vendin. Unë mendoj që kjo është një parakusht i rëndësishëm, por jo vetëm fakti që për momentin kemi dy qeveri me legjitimitet dhe legalitet plot, por kemi edhe sinjalet e para optimiste për një proces i cili duhet të përfundon me një tejkalim të dallimeve. Deri më tani në këto bisedime dypalëshe që i kemi bërë, kemi krijuar platformën mbi të cilën do i ndërtojmë këto bisedime. Kemi ndërtuar strukturën dhe kalendarin e takimeve, grupet e punës të cilët duhet jo vetëm të thellojnë bashkëpunimin sektorial në gjitha fushat, të cilët do të sjellin të mira drejt për njerëzit dhe familjet tona, por edhe do i tejkalojmë dallimet politike me qëllim të fillimit të bisedimeve, e theksova paraprakisht se fillimi i bisedimeve do të thotë zhvillim i vendit dhe europianizim i vendit. Mendoj që partnerët tonë, aleatët tonë, ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brukseli, por edhe vendet e Bashkimit Evropian, kanë qenë gjithmonë lehtësues këtij procesi. Ata janë shumë interesuar që Ballkani Perëndimor mos mbetet zonë e pambuluar nga Bashkimi Evropian, dhe mendoj që edhe tutje do kenë rol të rëndësishëm në lehtësimin e këtyre bisedimeve, por në fundit ne do duhet bashkë me Republikën e Bullgarisë të ulemi edhe t'i tejkalojmë dallimet. Njihemi mes vete, jemi të afërt dhe besoj që në këtë mënyrë me takime drejt për drejta, natyrisht duke i mbajtur të informuar partnerët tonë ndërkombëtar, do ja dalim t'i tejkalojmë të dallimet.